besimet nuk kanë qenë problem asnjëherë për shqiptarët që ti mbjetojnë pushtimeve, sundimeve, kanë ruajtur identitetin e tyre me shekuj e me shekuj, dhe ku jem sot. Pse sot në rrethana lirie të ekspozomi ndaj lloj këtij kërcënimi? Si thonë të na, diku i shkon mirë në xhep. A merr vesh? E kupto këtë term. Dikush me këto ligjërata pasunohet. Unë kam befasut para herë që kom shikun televizionin e Kosovës quhen Kampet e Zeza, ku del hoxha bashkon rinin në Kaçanik, ju ban ligjërata, ndikush e inqizon, e le thot vet hoxha, thot, gjaku maj ambël janë gjaku i qafirve. Tash, janë dy kampe. Ndo njerës kanë me tha ka dal me hoxha, po shoku jam thot, ka marrë këtë pësim? Unë thot me ka marrë këtë pësim nga Kurani e hadithet. Vetë Muhamedi thot, u bana fitimtar me terrorizëm. Do me tha, do t'i shtjem thot frigën në zemrat e jo besimtarve. Kjo terrorizëm, frigën e zemrat. Muhamedi thot, nuk do t'na loj derisa t'i përjeshtoj që futlet krishtent nga Arabia. Do me tha, këto janë të gjithë çka thom. Nëse fol një sot në programin tonë, diçka që nuk kam vërtet, në Kuran, në hadith, të bëjnë dikush video, edhe të thone kjo nga njështar. Unë do t'ju jap me një herë, do t'ju na preferimet. Çka ndoll shumë herë, se shqiptari nuk e kanë zemër islamin, ai nuk muj me besua që Kurani mëson që mos me zë miqësi me të krishterët, se ma të mirë shok edhe sot i kom muslimant, jom rrit me ta. Kur shkojnë malsin të eme, para 2 vjeç, kom shkua fill të shoku em, me nerua nënën e ti. Ajo me shami, po me shami, me ngjyra, e në gruja e bukur që jam rrit me buk pe i duarve saj.